Mirëmëngjes të dashur miq, të njohur, të panjohur, e siç e them gjithmonë në veçanti ju ndjekësit e orës letrare, dhe akoma më në veçanti ju ndjekës të orës letrare ku lexoj vargjet e poemës homerike Odisea. Ju kam thënë, ky libër është botuar në vitin 1976. E kam bler në vitin 1977, ku dhe e kam lexuar. 20 vjeçar kam qenë atëre. Ku e la më dje? Aty ku them, e sa me mend, ja ktheu Telemaku. E që pyes, çfarë tha Telemaku? O Antino, nuk kam si të nxjerr konakut kundër dëshirës saj atë që më lindi e më bëri burr. Pastaj kush ditë më thot, a është gjallë i mat apo ka vdekur? As kam ku marr t'ja kthej paja arkëgjyshit, po t'ja çoj vajzën për dhunisht në shtëpi, e kështu shmigjen edhe preti. Ja kam frikën dhe Zotit, se i më shtëpije duke dalë më lëshon mallkimin e ethmi mua e rinet renimqare. Them, bota mbarë do të shohet kundër meje, kur mos më dal t'urdhër i tillë nga goja. Por, në paçit një fije turp në ballë, dini ju vetë shtëpije, gjeti ju ikni, shkoni në gosti edhe te miqtë e tjerë, mësoni ju të dëfreni mallin tuaj, shkoni me radhë në festë të njëri tjetrit, po në rast se duket punë më mirë e më me përfitim të jani gjën një njeriu të vetëm, bini sa të mundeni, fshihani pa mëshirë, por unë për vete do t'u bëj thirrje zotave të pavdekshëm, do ta luj Zeusin të lëshoj Rufen e vetë mbi ju, për çka ju po mbeni, pa ju qarë kush, këtu mi lënshi eshtrat. Kështu tha Telemaku, shpejt gjëmusi Zeusi i lëshoi nga maja e malit një dy shqiponja fluturim si re. Pak ato fluturuan në frymë të erës, puq njëra tjetrës, të ndera të dy flatrat, pastaj filluan për mbi atë lok të zbresin. Kur zbritën si për sheshit me poteru, sol në rotull duke rrahur flatrat, zgjatën koka si të këqyrnin njerëzit në sy, si kur po ndillnin shkatërim e vdekje. Pastaj, duke u përplasur me shoqen fytyrë e trup, me ata çapoj u shqyen e ashtu përgjakur u lëshua në djath të mbi çatit e shtëpive fluturim. Kur panë shpendët me sy, të gjithu trembën, se ç'kob po do të ndodhë e vrisin mendjen. E folja i plaku Alitesh Skreshniku, biri i mastorit, moshatar që s'kishe më të mirë se ai, t'i njihte fluturimet e zogjve e të shpjegonte mrekullit. Pra, ky gjithmend ja nisi ligjërimit. Dëgjoni ori takas, shpo ju them, e sidomos me të rinjt e kam unë fjalën, që po dallëdisen krejt pas Penelopit. Një gjë e madhe do t'ju bjerë mbi kokë, se Uliksi shumë s'do zgjas, e do të kthehet, dhe zi e vdekje do të shkrep mbi ju, e lumi do të marrë dhe shumë të tjerë, që po jetojnë në këtij tak të ndritur. Pra të mendoj më para se t'je shumë vonë, t'i ndalin këta të rinj, të dalë qemerit. Por, si kur n'bajnë ata vetë më parë, besoj se shumë mirë ka për t'u dalë, s'jam mësuar të flaskot, se profetësit gjithmonë më vërtetuan. Edhe Uliksi do t'i ketë ngjarë, ashtu si i parafola, kur velëzuan akejt drejt Ilionit e u nis me ta nga le dhe ai më ndjeholli. Ja pa ta thënë, se shumë do të vuan të zeza, do të humbë të shokët gjithë, e do të kthehen kryet 20 vjetëve pa e njohë njeri. E ja, e shoh me sy, të gjitha po kryen. Eurimaku, atëhere, biri Polibit, ju vërsul keqas. Shko plak matuf, në shpinë tënde, e fëmijëve të vata të rregoj të ardhmen mos t'i gjej zeza. Më mirë se ti di unë t'ja shpjegime, sa shpejt fluturojnë në flak të diellit gjitho gur nuk sjellin. Larg Uliksi mbaroi, me det që së mori me vete, sos do të kishe ndjerë kaq fallë pregoje. Sa ta çosh pesh më tepër Telemakun, me shpresë se po t'i mbush duart me dhurata. Por ke për të parë dhe ti çka për të gjetur nëse vazhdon me djallëzitë tua, si i rregjur plak që je, të na nxitësh djalin, qëndroj kokfort në mendjen e vet. Një herë më keq ati ka për t'i rënë, e kur me fjalët tuaja s'do i dalin krye qëllimit, kurse ty do të vëm një gjop të rëndë që duke paguar të dalë shpirti, që ta mbash mend sa ti je gjallë. Por unë dua t'i jap Telemaku një këshill para këtyre burrave. Të urdhëroj nënën e vet të kthehej tek Hiati,
Prindët le ta martojnë e ta marrin dhuratat e rnusisë për vajzë të tyre, siç është zakon gjithmonë, se nuk besoj që të rinjtë grekë do të keqin dorë nga ndjekja e pamëshirshme që i bën nënës së tij. Njeri nuk kemi frikë, dhe as Telemakun, sa do javë të tjetë për të bërë fjalime. As nuk qajmë kokën për fallet e tua, që tjetës bëjnë në vesh të turejmë më tepër. Do t'ja përpimë tërë pasurinë e tij, e pa nxjerrë gjë prej xhepit, gjësa e ema Penelopi të vazhdoj me grek të tallet për punë martese. Ne prarime presim me ditë e natë, çfarë tjetër po i pjell mendja, se do t'u bien vashave tjera mbrapa, sa do qofshin të përshtatshme si nuse. Me shumë urti ju kthye Telemaku. Eurimake ju të tjerë, zotërin të ndershëm, që ma kërkoni nënën. Mës ju lutem, as ka ndërmend këtu të mbaj fjalime. Çfarë thash e din gjithë grekët, edhe zotat, por më jepni spaku një anijet lekë 20 remtar që poshtë e lartë i sillem detit. Do të shkojnë nga Sparta, e në atëra nishe të Pilos të pyes për babën që s'po duket gjikundi, se mos takoj njeri, o dëgjoj zë prej Perëndis. Zë që u fsheh shpesh njerëzve të vërtetën. Në marsha vesh se baba Ron e kthehet, sa do ke qofsha, unë po pres një vit, po në anën tjetër, nëse kam mbaruar, do të kthejmë dhe e përmendore të hishme do të ngre, e me nderime do t'ja bëj salikimet e përmoshme si që i kanë hije e nëna let martohet. Kështu tha Telemaku e ullë në fron. Atëhere u qua mentori, shoki ngushti Uliksit visnik në mes kuvendit. Kur që nisur kreshniku me lundrinë, besuar ja kish këtij shtëpinë e mallin, e kish këshilluar pas urdhrit plakut të ruante e të mbarshtonte pasurinë. Tashti tërmend ja nisi ligjërimit. I takas, vënja veshin fjalësime. Mos qoftë më kush ndër mbretër që mbaj në skeptër, i butë e i urtë, kur mos pleqëroftë, ndonjë mendim fisnik në shpirt të tij, por qotë mizore gjithmonë zi punoftë, që kur askujt si ren kanë ment Uliksi me sti populli, që dikur e pati si mbret, ose më mirë baba të dashur. Unë si qortoj këta të rinë krenar, që s'polën gjë pa berë me atë shpirt të zi. Këta tek e fundit han kokën e tyre duke ngrënë gjën e Uliksit, se mendojnë që nuk do të kthehet më. Unë veçinati më të madh e kam kundër këtij polemi që riharuar, pa zë e nuk lëshohet kundër një grushi të rinj që kërkojnë nuse, e s'jan asgjë si numur para ti. Atëhere Leukriti, biri e Evenorit, brofi në këmbë. Mentor Kapadai, o trushkallur, si guxon të ngresh popullin kundër nesh të na ndalë hovin? Është e vështirë dhe po të jenë shumë burra t'ja heqësh tjetit kafshatën prej goje. Edhe po të vi Uliksi takas vet e të kërkoj të nxjerrë jashtë të banesës të ndershmit princa shtruar në gostin vatën e tij, fort them zot gëzoj. Penelopi sado që t'i pëlqej një kthim i tillë. Në çast do i shkonte koka dhe sikur t'i kishe të gjithë mbas vetes. Pra s'fole hiç me mend. Shpërndani o burra, secili të shkojë në punë vet. Këti ndarçin t'i gjejnë mjet udhëtimi. Mentori e Alitersi, që prej kohësh kanë qenë miq më të ngushtët të atit të tij. Por ma merr mendja se zot los vendi, këtu një tag do të presa i lajme e udhëtimin do ta bëj asnjëherë. U mbyll kuvendi, gjithë populli që qesh shkojnë dhe shtëpira, mëtonësit ju drejtuan shtëpisë së Uliksit, por Telemaku u nis nga bregu i detit dhe Atenas me duar në shkum të valve i drejtoi lutjen. Lutjen herën tjetër. Kalofshi bukur dhe ditën e sotme. Mirupafshim.